Atëherë u rikthyem në studio dashur për të vazhduar tutje bisedën me profesoreshën e nderuar, po ashtu poetën shumë të dashur Merita Abazin. Falenderoj shumë që ke gjetë kohë dhe mundësi të jesh sot me mua. Të falenderoj ty, Artemisa dhe gjithë stafin e televizionit Era, Shenja, kush si jeni, dhe ju dëshiroj në këtë vap të madhe nxehti të kaloni ditë të bukur. Faleminderit. Po ashtu urimit ju bashkangjitem edhe unë. Profesoresh, son të referohen ty me profesoresh, se ke qenë shumë vite profesoresh e gjuhës shqipe. 7 vepra gjatë gjithë rrugtimit tënd me letërsinë. Faleminderit shumë. Me të vërtet, shiko, unë kam pas materiale të mëdha edhe të shumta dhe kam në shtëpi, mirë por nuk i kam botuar. Që si nxënëse vitit të dytë gjimnas, nisa të mbaj ditar. Dhe natën ditar, përveç që i shkruaja përditshmërinë e një nxënëse në rrugë, në shkollë, në shtëpi, në familje, në kohë të lirë shkruaja edhe poezi, ndonjë poezi, ndonjë tregim. Varet prej ndonjë rasti, kur vinin miqtë e dëgjoj ndonjë ngjarje interesante dhe unë menjëherë e kthej në tregim. E plot e kam, jo një fletore, 11 fletore kam të ditarit. Dhe kështu i kam pasur, mirë, por nuk më ka shkuar mendja se mundem të botoj, mendja të më shkuar, sepse isha shumë pasionante e leximit, edhe kur e shihja Esat Mekuli, Ali Podrimja, edhe gjithë ato kritikët e Apshita, e Hasan Mekuli, e gjithë Recep Qosja, nuk më shko të mendja se mundem të shkoj dhe të kërkoj. A kisha mundur, po të kisha dhënë një lutje, sigurisht do të më dilte, mirë po jo. Mbarova fakultetin në Shkup këtu, edhe me njëherë, para se të diplomoj 3 muaj, me njëherë më morën në punë në Zeflushmarku dhe brenda kohës e kisha provimin e fundit, diplomova dhe mbeta 20 vjetë. 20 vjetë të tëra në gjimnazin Zeflushmarku. Pa ndëruar as pak. Ndoshta ne si gjimnaz i kishim shumë turbulenca të ndryshme politike. Edhin njëherë ishim sa ishim, pastaj filluan dal nga dal në vitin ashtu ishte 91-shi, 92-shi të na shkurtojnë paralele shqipe, edhe u përzi gjimnazi edhe me paralele maqedone edhe me paralele shqipe. E kemi përjetuar shumë, të them, turbulenca, kur them ashtu, njëherë na shkurtuam, pastaj dal nga dal filluan prap paralele të bëhen, edhe me që ishte fluksi i nxënësve mjaft, edhe patjetër duheshte të marrim vitet e para dhe të dyta, t'i çojmë në Neres. Edhe atje një ndërtesë shkollore, u kthye në gjimnaz, vitet e para, vitet e dyta shkonim atje, vitet e treta dhe të katërta në ndërtesë në Karposh, atë e ndanim me Nikola Karevin. Edhe, ja kështu, dal nga dale, derisa ma veç para disa viteve, 10-15 vite, ndërtua gjimnazi, këtu në Fushtopan, edhe ma veç krejt paralelet i kemi këtu. Dhe kështu deri në vitin 2020. Dhe në vitin 2020, unë u pensionova. Basi u pensionova, ishte kohë e Covidit, me të vërtet, bas një jave, aq ishte, unë dola në pension në 6 mars, a 10 mars, a 11 mars ishte kur u shpall, Covidi edhe kur u ndërpren krejt shkollat. Edhe filluan të më të bëjnë telefonata, paske pas fat, paske pas fat. I kisha maturantët. Dhe ata profesore, po ata një po dilni, po na pret matura shtetërore, po qëfar keni nga e ju kam përgatit prej vitit të parë deri në vitin e 4. 12 vjetë kam qenë në maturën shtetërore, dhe për atë arsye gjithë ato teste që i përgatitja për maturën shtetërore, unë i kam punuar me nxënësit e mi. I detyroja nxënësit të shkruajnë, sepse matura shtetërore kërkon shkrim të qartë, të pastër, të bukur, pa gabime drejtshkrimore, një gabim i vogël në një përgjigje shkon 0 pikë. Dhe për atë arsye, kam punuar shumë ushtrime me shkrim temat e lira. Shumë rralli punoja temat e materialit, sepse materiali është me autor, me vepra, lektyrat i kemi, dhe për këtë arsye, deri në fund,
I kam përgatitur krejt gjenerata, mendoj 3-4 gjenerata i kam përgatitur. Pastaj edhe në televizion që më thirrën, tregova se në rast se dëshirojnë diçka si përsëritje të bëjnë, është një libër që me të vërtet shumë mjaft ndihmon, Çelësi i letërsisë. Vitin e parë, ditët e para, unë thoja nxënësve Çelësin e letërsisë dëshiroj ta keni 4 vite do ta keni një libër. Edhe i bëra telefon atij drejtorit të Arbasit, të drejtonit, edhe si tetovare njihemi, edhe babai i tij ka qenë në një Latifi ka qenë një mendoj gjenerat, edhe i them të lutem këtu Çelësin e letërsisë. Po sa të duhet? 5 klasa që i kisha, si gjithmonë prej 100 deri te 500, edhe i sillte. Bile të pyeste sa profesor jeni të gjuhës, edhe atyre me do tupi, atyre me submit e të hodhë. Edhe kështu nxënësit e mi gjithmonë kanë qenë me libra, edhe me këtë përveç librave që i kemi pas me këtë, që kjo ishte. Ka ndikuar gjithë këto vite në arsim, gjithë këto vite pranë nxënësve, po ashtu dhe vetë vite të studimit, në stilin e shkrimit, si pojete, në mënyrën si shkruani, çfarë shkruani? Unë kam shkruar. Ajo që kam shkruar në ditar, ajo më ka ndihmuar që vazhdimisht ta përmirësoj vetveten në shkrim dhe të mësoj të shkruaj. Një shkrimtar që është mjaft i njohur, si Çela, njëherë disa studente pyetën çfarë të bëjmë, na tregoni si të shkojmë në rrugën e suksesit. Tha, duhet të shkruani. E po si? A i tha, unë marrë tha edhe shkruaj. Jam autokritik. Unë nuk di të shkruaj. Edhe marrë edhe njerë, disa herë, kur do të shkruash edhe atëherë do të vish në atë shkrim të vërtet. Prandaj, duhet të shkruat. A që të shkruash, duhet të lexosh. Asë njëherë nuk mundesh ti asgjë të shkruash bukur dhe mirë, të paraqesësh një mendim, ashtu si që do ti vetë, nëse ti nuk ke fjalor të pasur. Duhet të kesh një fjalor shumë të pasur, a fjalori përfitohet vetëm nëse lexohet. Gjithmonë kam insistuar, sa vjetë që kam qenë, 20 vjetë në arsim, kam insistuar leximi. Pa tjetër, një vepër, edhe kur vinte fundi i vitit shkollor, shumë është interesant, do të tregoj këtë si ndash pak për të qeshur. E lej tani, e dinim se si do të përgatitet edhe në riprovim, nëse e la, do të përgatitet diçka, e din se kërkoj një vepër si. Një nxënës, profesor, është të lutë, më jep një dysh. Kur do të lexosh një vepër, i thash, cilën do zgjedh? Se unë më dhe do të thusha me qëllim e mori këta. Zgjidh ama një libër, po të lexosh, të paraqitesh, unë me të vërtet do të vejtë. Do shta jo edhe 2-3. Të lutem më ven. Edhe më bëri. Por nëse bëhem minister, qëka do bëni atëherë? Edhe klasa kreti kanë hapësit edhe shikojnë. Thështë se bësh ministur, do të të afrojmë, do të zgjas dorë, do të them, urime. Sa kanë qeshtë të gjithë. Lexoj edhe i dash. I dash në të me dërtet. Jo 2-3 i dash, se i kishte lexuar. I kam fjallën, i kam detyruar të lexojnë. Vazhdimisht. Nëse shumë kokra interesante ka pas, edhe vepra nuk ka pas, lektyrat nuk ka pas, edhe në qka bëja, mirja i fotokopjoja. Njëherë ishte një kohë kur në gjimnazin ton u zhdukën brenda natës librat. Ku shikoj, biblioteka s'ka libra. Edhe tani duheshte të punojmë, nuk kemi mësuar pa, vetëm diçka shumë pak ishte, për ndryshe gjithë veprat ishin zhdukur, kur them ishin të rjek. Çfarë bëra, mora prej atyre autorëve më të rëndësishëm, sidomos botërorët, që ishin, edhe bëra fotokopje nga 15 fotokopje, me ato kopertinave ata ashtu, për shkollën. Edhe u thoja nxënësve, atyre klasave ku jepsha unë mësim, edhe u thoja, shikoni, tash do të caktojmë 5 klasa jeni, 5 lektyra të ndryshme. Sepse pak libra kemi, 20 ekzemplar, për atë arsye, gjysma e klasës do të mirëni edhe do të jepni gjysmës tjetër. Me klasën tjetër nuk do të keni problem, ato kanë lektyrën e vetë, krejt.
se e dini se do të lexojnë, nëse dëshironi notë të kemë duhet të lexojnë. Profesoresh, libri parë na erdhi në vitin 2022 me titullin Imagjinata e Enda Cakës. Kjo unë do të them kështu, po sa dola në penzion, e mësuar me punë, aktive, të ri pa punë, nuk ishte diçka e pamundur, edhe çfarë bëra? Mora edhe e hapa një kanal. I thash djalit, hap një kanal për radhat e nanës. Edhe unë do të tregoj, sepse kam nipa e mbesa. Tani ma veç jam gjyshe e 3 mbesave dhe 5 nipave. Vazhdimisht ato që janë në Tetov dhe në Gostivar, nana prava, them tani e keni kanalin, më ndigjoni ati. E hapum kanalin edhe aty i përzgjodha edhe prallat më të bukura në tërë botën. Shkova deri në Australi, deri në Amerikë, të indianët e Amerikës, ato që kanë qenë të parët. E në Evropë ma mos të përmendi shtetë. Edhe normale dihet letërsia i jonë, kombëtare, prallat, folklori i jonë, sidomos Anton Qeta. Edhe të gjithë këto pralla i mora dhe i përshtata në gjuhën e sotme standarde. Se vështirë është se cili ta kuptoje dialekti e një vendi, se cili vend ka një dialekt, se cili fshat prej fshatit dallohet, e ku ngeli një krahin apo pak ma gjërë. Kështu u bëm prallat e nanës. E pastaj dal nga dal fillova të shkruaj, doli në shesh libri im i parë, Imagjinata e Enda Cakës. E din si ishte ajo, për herë të parë, thash të provoj çfarë komentesh do të ketë. Nëse nuk kam komente të mira, nuk postoj më. Është ajo, e din frika. Është mirë, po me të vërtet kisha shumë komente të mira për krahjen familjare. Gjithë më përkrahen edhe unë vazhdova të postoj, të shkruaj dhe dal nga dal nuk shpejtoja, sikurse edhe tani nuk shpejtoj. U mlodhëm poezit edhe ma në fund erdi në shtëpim botuese, doli në shesh. Ishte kjo një prej gëzimeve të mia, përjetimeve të mia më të bukura që mund të them. Libri im i parë, krejt që ishin, familja të rësishme nipa e mbesa shkuam, se cili nga një libër ka marë, kjo është e imja, jo, më shkruaj se mua ma ke dha, më shkruaj. Ato të shtyp shkronjës, Arbëria Design isha në Tetov, sigurisht janë habitur, gjithë familja aty, me lule, fëmijët, presim librat, pastaj i morëm librat brenda e hynëm, ishte diçka me të vërtet shumë e bukur, po edhe promovimi u ba shumë mirë, si antare e shoqatës shkrimtarëve të Tetovës ONU, atëherë ishte Behare Neziri, sot është sekretaresh, pastaj Daimi e mori, Daimin e kam pas shok klase, në një vend, ai diplomat, konzull në për vendet të ndryshme të Evropës, herën e fundit ishte ma në Ankara dhe atëherë u pam, moti nuk ishim pa, prej momentit kur u ndam në gjimnas. E kam fjallën, u përgëzuam njëri me tjetrin, unë uroj ati, ai mua, kështu që vepra e parë doli më 2022. Ke edhe një vepër në 2 gjuhë, flasim për poezi në 2 gjuhë që u butua në vitin 2025, qëndron në Vatër, apo jo? 2025, ajo vepra është tani, ma veç po pres kur do të dale për botimit, po para kësaj kam edhe një vepër tjetër, Pranverës ja falja dashurinë. Në 2023. Ajo është vepra ime, po, poezia ime me vëllimet të dyta, edhe mendoj poezinë e shkruaj edhe tani. Kam atë, si të them, talentin e të shkruarit, aftësinë e të shkruarit, dëshirën, vullnetin e mirë, që të shkruaj si prozë, si poezi. Nuk është problem. Edhe kështu dal nga dal, po më filluan të më shtohen poezit. Shumë rastësisht në Kanada, në Toronto, quhet Vera Samarianin, e kishte vurë re poezin time. Edhe më shkruan, a mund është ti përmbledhish poezit e tua në 2 gjuhë, se edhe maqedonisht ta dike, thash po mirë, maqedonisht e në tamam puna mos e di, se edhe maqedonisht kam dhanë në gjimnas një 6-7 vite, atë në atë periudhë kur të them krejt profesorët, arsimtarët, shqiptarë që ligjëronin
gjuhën maqedonishte, të nxënësi shqiptari hoqë prej punës. Drejtori ishte Ismat Ramadani, se qëfar bëri, si u bë, qka u bë, mua më lanë. Aty edhe unë i kisha paralelisht Shqipe Shqip dhe paralelisht Shqipe Macedonisht. Ishte shumë më lehti ishte për ato nxënës, sepse me të vërtet nuk e njihnin gjuhën. Ata s'kishin fajl. Sot që ka të them këtyre nxënësve, të sotëm që nuk e di gjuhën, Macedonisht nuk është, më duket se është një gjuhë e lehtë, gjuhë e vendit, po vetëm në loje mësojsh, jo për diçka tjetër. Si do që të jetë, edhe nuk ka problem me maqedonishtën, se me që kam dhënë edhe maqedonisht, kam edhe nënbë në diplomë maqedonishtën, nuk ka qenë për mua problem asnjëherë maqedonishtja dhe për këtë arsye i mora poezitë e mia, dal nga dal, i grumbullova edhe i dërgova disa, i them shife, tash unë sa do kudo, jam e gjuhës, unë shumë bukur di ta shoh atë melodin që del prej varkut. Maqedonishtja është një gjuhë tjetër. Nuk mundesh pastaj të përkthesh fjalë për fjalë. Duhet pak të ketë edhe aty një farë lloj kompozimi pak më poetik. E për këtë arsye, i dërgoj tha shumë bukur, shumë mirë, hajde, nëse, po ndonjë gabim nëse bëj mos më mërzit, unë jam, tha, i kam bin 100 vepra. Bin 100 vepra, e po mirë, edhe nisa dal nga dal t'ja dërgoj, edhe u bën gati qartem, gati 90 e sa poezi, mjaft poezi u bën. Tha, gati e ke librin. Ajo, për çdo libër, për çdo poezi, nga një ilustrim që ka të bëjë me poezin, me ngjyra. Ashtu bukur, ashtu mirë. Edhe thash leti jetë sa të jetë, po nga dalë edhe ne jemi të aftë të shkruajmë diçka, edhe në dy gjuhë, apo? Në patjetër. Edhe ashtu, edhe gati e kam librin, më redaktoj ajo, e shkruajti recenzionin, unë këtu recenzionin kam prej dy autorëve shkrimtar, njëri është shkrimtar, aja është Dajem Miftari, a tjetri është nxënësi im, dekan në fakultetin e Universitetit Tetovës Bertoni. I morën, i lexuan, edhe shumë ishin të kënaqur, edhe shkruajtë nga pak se cili mendimin e vetë, edhe kështu pra e kam një libër edhe në dy gjuhë. Edhe tani titulli, tha, të lutem se është në dy gjuhë, duhet të zënë shumë vend. Nëse mundet ta në një titull më të shkurt, shikoj, kretë poezit për mua, autori asnjëherë nuk mund t'i ndaje. Edhe ma në fantash, qëndron në vatër, ne ka bide ostanis. Nëse ne kemi të dy gjuhë, të dy, më thëmë poezit, në të dyja gjuhë i kemi në të njëjtin botim, në të njëjtin libër. Po, në të njëjtin libër e ke. Këtu është Shqip, aty Macedonisht. Do me thanë, kë libër që mund të lexojnë edhe shqiptarët, edhe macedonasit që nuk e kuptojnë Shqipen për fat të keq. Ne po. Kur e presim ta kemi në dorë? Tani, për takimin e rastit e ke fjallin, apo për... Për qëndron në vatër. Qëndron në vatër. Po, nuk e di tash, çështja ishte e principit, edhe me njerë do të dale në botim. Me njerë do shtyp shkronja e mërë cipin edhe me njerë dhe. A është në shtyp shkronja, veç presin cipin. Si gjithë, ky vit nuk ndale, le të themi vetëm me qëndron në vatër, na pret dhe takim rasti dhe po ashtu vështrime letrare. Këto po e kam edhe një libër tjetër, që është livrimi dy herë i botuar. Është në për stuhi të kohës. Stuhi në për kohë. Ajo është libër me kujtime. Kjo është një libër, mund të them, rrallë. Nuk shkruan se cili kujtime. është një libër kujtime fëmijërie, gjysma e Tetovës, se jam tetovare, dhe gjysma e Shkupit. Dhe prandaj kopertinën e kam, është Xhamia e Pashës, pjesa e sipërme, dhe Ura e Gurit e Shkupit, pjesa e poshme. Fëmijëria ime është me të vërtet në atë libër prej kur kam qenë 5 vjeçare, edhe vazhdon me rrugën ku kam dhejt, me familjen, prindërit, babën e kam pas mësues. Për gjithçka është shkruar në prozë?
Ajo është në prozë. Po, në prozë. është herë poezi, prozë. Edhe me të vërtet Tetovën. Aty, kur ta lexosh atë libër, do ta shofish rrugët e Tetovës, xhamit, shkollat, qendrën, dikur kishte edhe një xhami në qendër, po e prishën xhamin. Çfarë urash, po ato i kam paraqit në poezitë e mia, atë mallëgjim, atë nostalgji, çfarë urash kemi pas, i prishën më ura të zakonshme, nuk di çfarë. Tetova me Mandi, filloren, me arsimtarët, me mësuesit, me krejt, ato, si të them, kauzën kombëtare të cilën e punonin mësuesit në heshtje dhe ishte sekret. Edhe kështu, e kam fjallën, shumë gjëra të bukura kam në atë libër. Në atë libër kam edhe Shkupin, pasi se mbarova gjimnazin, aty kam marrë pjesë për ditareve, që të thash se kam, aty kam pjesë të ditareve, shkruaj datën e krejt edhe orën, si bëhet ora, që ka bërë profesori i sociologjisë, si ka bërtitur, si ashtu, si kështu, kemi qenë një gjeneratë shumë e fortë. Edhe pastaj i them, erdhëm në Shkup, u regjistrova në fillim në fakultetin juridik, edhe i kam 2 vitet e juridikut, edhe do ta kisha mbaruar juridikun, e pastaj edhe albanologjin. Por Petro Janura, që ishte shefi katedrës albanologjisë, edhe ai jurist, unë dal, e din si është juridiku, këtu është albanologjia këndej, që kështu është filologjiku me juridik. Unë dalë prej ligjeratave të juridikut, këndej e regjistrova e çrregullt. Mi njëherë, provimet e juridikut mi pranun viti 3 në albanologji. Nuk kisha problem, vetëm ishin gjuha, gramatika, morfologjia dhe letërsia, se gjithë këto të tjera ti kisha dhanë këndej. Edhe s'kam pas problem as pak në juridik. Me gjuhë, e dija gjuhën, s'kishte problem. Edhe, qërë kërkon ti këtu? U përballa me profesorin. Edhe unë nuk di të rej. Isha në ligjerata. Qanë ligjerata moj? Se isha shumë aktive në albanologji. Po kështu. Ti nuk mundet di fakultetet marish një të bërtitur mua? Beta. Kur shkoja atje në ligjerata, nuk më lënë të ja bën kështu profesor. Lutem, vetëm të ndigjoj. Edhe kështu me radhë, e kam fjallën albanologjia, kur ju kujtua pas një viti, një vit më kam bajtur zvarë. Pas një viti, kur hyra ma edhe nuk më mundoj, as pa, të ke dinte se nuk kishte probleme, i kisha parë, jo vetëm materialin, po edhe kritikat e mundshme që ekzistonin. Edhe kështu diplomova. Deri në çfarë moshe, profesoreshi, kemi, se thuhet fëmiria, rinia, pjekuria, deri në ditët e sotme. Flasim deri në vitin 2022, kur u votua libri, janë të gjitha të përfshira tekstu hinë për kohë. Aty janë të përfshira krejt paramendo. Në Shkup, fakulteti, gjimnazis e Flushmaku, prej ditës së parë, kur ishte drejtori Avni Zlatku, kur i rash derës, e kur hyra brenda, edhe kur u që në kamp, edhe sa ishte gentil, atë e kam përshkruar, urdhëro, mirë se erdhe, foteljen, me njëherë, ma mori palton e vari, i qatë që unë mbeta e shtangor, idi më erdi shumë interesant për një sjellje aq të bukur dhe të mire, kisha unë bashkëshortin tim ashtu a i silli, se e dinte se ne pak femrat i duham disa gjana, edhe kjo ishte i dyti. E kam fjallën prej ati momenti kur hyra në gjimnaz, dhe gjithë ato ngjarje që pasuan pas i kam përshkruar në gjimnaz, që kemi kaluar deri në momenti kur u kthyem këtu, edhe normal edhe janë aty edhe disa ngjarje, për shembull kam një motër që është ortodonte, por ajo në fillim ishte në Vrapçishte, pastaj është në Gostivar, kretë familja e tyre, me ortodontë, me fizioterapeut, specialist, me transfuziolog. Edhe atë shkoja në pushime, morat edhe të shkoj me familjen, shkojmë të ajo në Vrapçisht. Edhe atë kam përshkruar se ka qenë dita kur Rufi Osmanin, e zun, ajo tollovia më madhe që ishte atje, ne nuk dim gjë, zbritëm aty, gjithë rrugës prej Shkupit deri në Gostivar,
treni ishte plot me policë. Edhe kanë hap derën unë me fëmijët, me valigje. Ku po shko? Themi në Vrapçisht, po shkojmë Gostivar. Pse? Po shkoj të motrën i kam që, po shkojmë pushime jemi. Prap, hyn njëni pyet, tjetri pyet. Disa herë na kërkun letër njoftime, I japim letër njoftime, na I kthejnë letër njoftime. Kur zbritëm në Gostivar, e çfarë ishte? Gjithë ato policë, gjithë të mbuluar me maska me se. Një taksi fati jo. Edhe Ymeri, bashorti, java një taksi, e I erdi. Edhe tha, që keni ore njerës që keni ardhë në këtë ditë, edhe në këtë orë? Po qka ka more? Po që kështu? Sa mbritëm në Vrapçisht? Motra doli, tha, o motër, plasi. Qarë plasi? Po, më ndaj do të kuptosh. E kam fjallën, edhe atë e kam përshkruar. Do të pyes diçka se fatkeqësisht nuk ta premton dhe shumë koha. Jemi në minutat e fundit. Vështrimet letrare do të jetë libri më I fundit, apo jo që po presim tash? Po. Shiko, e kam takim rasti roman, një roman që është një roman me karakter shoqër dhe ka motive të ndryshme. Shkojnë në të kaluarën, edhe vi deri në ditët e sotme. Çdo gjë që ka të bëjë me ne, rreth e përqarknesh, a libri im ky vështrime letrare, është një libër që I kam përmbledh, nuk e kam shkruar për një ditë. Ka 4 vjet e 5 dal nga dal, po I përmbledhi autore, poet, kisha gati 80 poet. Dhe tani mos jetë se libri I rra, kur është I shumë me faqe, do më thënë, do t'ikin njerëzit, se të ta shohin shumë faqe ka, edhe fillova të përzgjedhi për gjithë aty neve shkrimet I kam, ndoshta edhe shkoj te dyshi, ta vazhdoj, hajde I zgjodh 43 autor. Më të mirë, shumë janë nobelistë. Prej shkrimtarëve tonë kemi, për shembull Ismail Kadaren e kam, Zia Çelën, Xhabir Ahmetin, kush tjetër është Ismail Aslani, thash hajde këto autor shkrimtar që janë në Maqedoni pak ti nxjerri në shesh, me vërtet gjithmonë shkojmë në ato emra që I veç I di, I njohëm. Sa do kudo, këto kanë botuar shumë vepra, si Xhabir Ahmeti ku ka, po e dina edhe dramaturg, edhe mendoj poet, edhe novelist, edhe romancier, edhe krejt. Edhe Ismail Aslani ja tani veç punon në librin e vet të 4, publiciste, gazetare, jashtëzakonisht bukur shkruan dhe mirë, edhe shumë autor të tjerë që unë nuk I kam ditë, edhe I zbulova, nga ta. Dhe si duket, gjysmën ndoshta edhe më shumë do I presim dhe një botim të dytë, pse jo një? Gjysmën tjetër, atë më thanë, ky libër është I dedikuar për shkollat të mesme për fakultete. Në kurrikulumin e fakulteteve duhet të hyje, sepse këto janë autor me të vërtet shumë të rëndësishëm, edhe unë e kam aty një vështrimin tim, për shembull siç I kam punuar, për shembull, edhe siç I kam analizuar lektyrat shkollore me nxënësit e mi, ashtu njësoj edhe këtu kam vu një sy, edhe një vështrim kam mbi ato. Unë falenderoj shumë profesoresh që gjetë kohën dhe mundësinë tjerë sot me ne, vërtet shumë, si gjithmonë, shumë kënaqësi të kemë në studio, dhe si gjithmonë biseda shumë e këndshme me juve. Unë të falenderoj shumë për ftesën, unë të them I mora prej duke nisur poezi, tregime, novela, roman, kujtime, kritika letrare, tash më kam bet një dramë. Shpresoj nëse jam gjallë edhe atje do të. Patjetër e presim me ta me në shumë kënaqësi. Shumë për ftesën. Falenderoj edhe unë ndonjëherë dhe uroj të ritakohemi sa më shpejt, pse jo. Faleminderit. Të dashur, deri te ku aty thojmë dhurmi rupafshim për sot, ne rishihemi sërish të mërkurën, mirëmbëjtje.